Ky është fermeri Kujtim Çokthi nga Trushi, të cilit duke filluar nga dita e nesërme, e gjithë tufa me e bagëti të imta do t'i asgjësohet, pasi të gjitha krerët e bagëtive kanë rezultuar të prekura nga sëmundja e murtajës. Ai tregon se do të asgjësohen 280 krerë dele. Njoftimi është bërë pas analizave që kanë konfirmuar praninë e virusit tek bagëtit. Ndërkohë bagëtit që kanë ngordhur janë duke u groposur nga vetë fermeri. Çokthi shprehet se ky është i vetmi burim të ardhurash për familjen e tij dhe se humbja e gjithë tufës e lë atë pas një mbështetje ekonomike. Kanë ndërë me smundjes, edhe janë bërë analizat. Janë 200 ta kokra, 200 ta të shtatë, nuk e ditë saktë. Do kanë cofat, janë fush, janë gropos, na kena gropën, kena tana. Kanë ndërë me smundjen e mortajs, se nga ka ardhë, pas në asdina, fush, nuk di e gjatë. Dje kanë marrë vendimin për marrë me mytë për sot, nuk e di morarin, po do t'i mysin edhe të shnoshtat, edhe të doptat, se nuk dihet si mos të në doktorave, nuk dihet se cila e ka marrë edhe cila se ka marrë virusi. Për dje, për mëmit ka ardhë përgjigja për i Tiranët që janë me virus. Analizën e kanë marrë para 4 ditëve, qinjat e kanë marrë partë virusin, delet bje kanë fillu, po jo shumë, po. Problemi është që këta kanë një vendim, si mos ty në Shkodrës, Tirana s'ka hala, vinë sot, që do të myten të tana, me pistolet me ajrë. Na jena tonë të, po vllai është me babën janë aksionet kryesorë, ata kanë 80%, me një mu se ai është i krym punë. 30 vjetë punë, i kanë shku me 10 ditëve, 15 ditëve, që mund kënë fillu ja punë, i ka shku të tana bësh. Bërimi e vetë në përtarëma, shi në këni edhe sanën të që e mledhun për dhimen, po. Kujtimi shprehet se dëmi financiar i shkaktuar për llogaritet në rreth 40 milion lekë të vjetra. Dëmi ekonomik është llogaritet 280 dele janë paktën 40 milion lekë dëm. Plus janë 10-15 milion lekë janë ble toka për me i majtë. Ata s'dojnë me ditë gja, a kanë delet toka dhe ata i dojnë, se në toka të kena manë me qera. A i kërkon që shteti të ofroj kompensim financiar në përputhje me dëmin që do t'i shkaktohet pas asgjësimit të bagëtive. Për momentin nuk ka kompensim, nuk ka vendim qeverijet. Thojnë ta, si rregull, derisa shteti t'i myt vetë, në kërkojmë që të paktën minimumi për shtetit i këta që të mysin, vetë shteti i ta me nëjë kompensu. Okej, që kanë cofë. Që janë me nume duhet me nëjë kompensuset. Në të anë tjera shkërë, duhet me marri vendim për këtë punë, se kja për jashtë ka ardhë, nuk ka ardhë për i me kja smunja. Ditën e nesërme pritet që të kryet procedura e zgjestimit të bagëtive në mënyrë që të parandalohet përhapja e sëmundjes tek bagëtitë e tjera në zonë.